Fjalën e ka kërkuar zoti Fatmir Mediu. Kryetar, unë e dëgjova me vëmendje ministrin dhe me gjithë eksperiencën e tij në fushën e diplomacisë dua t'i kujtoj që çështjet e sigurisë kombëtare nuk janë ekskluzivitet as i Ministrisë Jashtme dhe as i Kryeministrit. Shqipëria, sipas kushtetutës, ka një institucion që quhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare, i cili është pothuajse inekzistent prej kohësh, që ka detyrimin për të analizuar të gjitha problemet që kanë të bëjnë me kërcënimin e sigurisë kombëtare. Unë i kërkoj Presidentit të Republikës që të thirrasë urgjentisht Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të analizuar një situatë e cila nuk mund të kapërcehet thjesht me deklarime këtu në kuvend, as me politizimin e kësaj çështje. Po ju kërkoj edhe ju, zoti kryetar, si numri 2 në hierarkinë protokollare të shtetit dhe ish ministri i Mbrojtjes që t'i kërkoni Presidentit të Republikës të thirrasë Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Arsyet janë më se të shumta. E para, Shqipëria ka një konflikt hapur me Iranin që në kohën kur ka pranuar këtu rezistencën iraniane. E dyta, Shqipëria ka larguar shërbimin diplomatik iranian dhe ka shkëputur marrëdhënien diplomatike me Iranin. E treta, para një jave këtu është miratuar një rezolut që ka të bëjë me shpalljen e Gardës Revolucionare të Iranit si organizatë terroriste. Dhe nuk besoj që kjo ishte çështje një dëshire apo një lloj pozicioni të pathelluar të Kuvendit të Shqipërisë, për sa kohë Garda Revolucionare është një organizatë terroriste, kërkohet që ne të kemi një analizë dhe një qëndrim me problemet të mundshme që mund vinë për shkak të kësaj marrëdhënie që kemi. Për më tepër, deklarata e dieshme e ambasadës amerikane nuk besoj që është vetëm një thirrje që ka të bëjë me qytetarët amerikanë, sepse ka të bëjë me territorin e Shqipërisë, dhe nuk është një thirrje që vjen thjesht e analizuar nga disa individ në ambasadën amerikane, por siç punojnë shtetet e rëndësishme, është një analizë që vjen nga shërbime inteligjente, nga informacione për sa i përket kërcënimeve në territorin e Shqipërisë. Prandaj, zoti kryetar, mendoj që të kthehemi dhe ta mendojmë veten si vend antar i NATO-s, i vetmi vend i cili nuk ka Këshill Sigurie Kombëtare, që të mlidhet dhe të bëjë një analizë dhe të dalë me qëndrime të caktuara në koordinim me institucionet, por dhe me Kuvendin e Shqipërisë. Është naive, po ju them deri idioteske, që ne dalim qëndrime që duke qenë vend antar i NATO-s e kemi garantuar vendin tonë nga çdo gjë. Nuk po flasim këtu për kërcënime konvencionale, po flasim për akte subversive, kërcënime të cilat vijnë drejt për drejt në cënim të jetës qytetarëve shqiptar, të infrastrukturës kritike me impakt jo të vogël në sigurinë e vendit tonë. Prandaj ju bëj thirrje juve si numri 2 i shtetit sipas hierarkisë protokollare që t'i kërkoni në emër të Kuvendit të Shqipërisë, Presidentit të Republikës, për sa kohë ka marrë detyrë dhe paguhet për atë detyrë që të rasi mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Zot Mediu, së pari po dalim jashtë qëllimit të kësaj hapësire, pra të hapësirës për procedurë. Së dyti, me qenë se mu drejtuat personalisht, edhe unë ju drejtohem ju bëj thirrje shumë serioze që si politikan i vjetër me eksperiencë të ngrihenin në lartësinë e përgjegjësisë të fjalëve që thuhen këtu nga ne, sepse shpeshherë mund të jenë të frymëzuara edhe për qëllime të kapitalit politik, por ato kanë pasoja shumë të mëdha në opinionin publik, sepse thënë nga një deputet merret seriozisht nga opinioni publik, pavarësisht se mund të jetë një fjalë tërësisht e pabazuar në fakte dhe mund të shkaktojë panik. Dhe paniku shkakton pastaj edhe pasoja të tjera si efekte anësore. Ndaj ju lutem, shumë faleminderit për thirrjen, por mirë është që thirrje të tilla serioze ti konsultojmë në biseda jo publike, dhe sepse kur e merrni fjalën këtu në parlament, populli mendon se e keni menduar gjatë edhe i keni konsultuar gjitha faktet. Nuk e dinë se shpeshherë përdoret çdo situatë vetëm për të fituar kapital politik. Ndjes që u zgjata zoti Bardhi. Faleminderit zoti kryetar. S'pari një çështje e sigurisë kombëtare nuk janë çështje kafenesh. Zoti kryetari i Kuvendit, janë çështje më spari të Kuvendit të Shqipërisë, sepse tha do t'i bëjmë jo në publik dhe jo në seancë plenare. Ky është fiks, ju lutem mos më ndëry. Ju lutem mos më ndëry. Ka vetëm 2 institucione. Ju lutem mos më ndëry. Ju lutem mos më ndëry. Ju lutem mos më ndëry. Sepse kam marrë fjalën dhe jam duke folur unë. Çështjet e sigurisë kombëtare nuk janë çështje as Twitteri, as qëndrime me burimet qeverisë, as çështje kafenesh. Janë çështje të rëndësishme.
sigurisht për të mos e përdorur për politikë dhe për të mos ngjallur asnjë shqetësim tek qytetarët shqiptar, më duhet nënvizoj që në fillim se ne si deputet nuk kemi asnjë informacion mbi çështjet që trajtonte dje njoftimi zyrtar i ambasadës Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mirë po, qëndrimi që ju referua ministri i qeverisë ishte përtej të qenurit skandaloz, sepse një qeveri që nuk arrin dot me radar të kontrollojë tonelata lafte që hyjnë kontrabandë në Shqipëri, një qeveri që ka 2 apo 3 vite që s'ka kapur 1 gram kokainë, edhe pse kalon para syve, një qeveri që për vite tëra nuk pa 98% sipërfaqeve të lira të mbjella me kanabis në territorin e Republikës Shqipërisë, sigurisht që nuk mund të jetë e besueshme. Dhe përpjekjet për të diskredituar informacionin zyrtar të Shtetet Bashkuara të Amerikës si hamendësim e bën Shqipërinë qesharake në rastin më të mirë. Në rastin më të keq jep mesazhin se qeveria shqiptare nuk ka bashkëpunim me aleatin ton strategjik në fushën e sigurisë, apo aq më shumë mes 2 partnerëve strategjik antar të NATO-s nuk ka besim mes njëri tjetrit. Prandaj mesazhi politik që dha dje Edi Rama dhe që ministri tha kemi një reagim e s'kemi pse diskutojmë më tej përmes zyrës shtypit të kryeministrit, është që shqiptarët nuk duhet i besojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës për çështjet sigurisë dhe se nuk duhet i kushtojnë vëmendje njoftimeve të tyre. Ky nuk është as qetësim për shqiptarët dhe as për turistët, por një tentativë për të diskredituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, zoti kryetar, në mbështetjen e 97 të rregullores kuvendit, ne kërkojmë që kryeministri të paraqitet menjëherë në seancë plenare dhe t'jap shpjegime për deputetët për 3 çështje kryesore. Pse e cilësoi hamendësim paralajmërimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës për synimet me vullnet të keq Tiranit në raport me Shqipërinë? A ka Përfundoni po. A ka koordinim mes partnerëve ndërkombëtar për çështjen dhe çfarë informacionesh ka shkëmbyer qeveria shqiptare me qeverinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës? A ka një vlerësim zyrtar të institucioneve shqiptare për situatën e sigurisë në lidhje me çështjen e Iranit dhe çfarë masash parandaluese janë marrë dhe cilat janë strukturat e angazhuara në këtë çështje? Dhe me qenë se na thatë ngrini çështje në përputhje me rregulloren, po ju citoj në 47 rregullores që kryeministri dhe ministrat e kanë për detyrë të marrin pjesë në seancë plenare kur kërkohen nga deputetët. Dhe në emër të grupit parlamentar të PD-s, unë kërkoj prezencën e kryeministrit për na dhënë shpjegime për 4 pyetjet që citova më lart. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Balla, Taulant Balla. Zoti kryetar, unë